Një konflikt prezident-qeveri u insinua disa ditë më parë kur presidenti Osmani kërkoi nga qeveria të zbulojë taksën për 10% që Kosova ka të vendosur ndaj mallarëve të SHBA-s, pasi qeveria në detyrë deri më tani nuk e ka përfillur propozimin e saj. Osmani ka folur plot pesë, duke thënë se është presidenti e Kosovës dhe jo e Serbisë. Ajo vlerëson se propozimi në fjalë është dashur të mirëpritet nga qeveria dhe në vend se të mirëpritet një propozim nga presidenti e Kosovës, unë nuk jam presidente e Serbisë, jam e Kosovës, në fakt propozimet edhe nga qytetarët kur vinë ato duhet mirëpriten. E lëre më nga presidenti e Kosovës që e mbron interesin e Kosovës, ka deklaruar Osmani. Unë pash në fakt refuzim në praktikë, kjo është refuzim, është prerur tutje Osmani. Ajo ka quajtur të turpshëm faktin që Serbia ka zero taksa ndërsa aleati ton SHBA-s i zhvon taksa. Ministri i Financave Kuran Murati kishte reaguar ashpër presidentes Vjosa Osmani duke i thënë se temat si kjo për taksën trajtohen larg mediave dhe publikut, njoftohet kur të merret vendimi. Më pas zëdhënësi i presidentes Vjosa Osmani, Bekim Kupina, kritikoi ashpër ministrin e Financave duke akuzuar për mungesë serioziteti dhe respekti institucional.